Pse disa njerëz mbeten gjithmonë pa para? Këto pyetjet për paran më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën, për financat. Ka shumë arsye pse njerëzit mbeten pa para, duke filluar nga mospasja e një llogarie kursimi, mospasja e një fondi emergjence, të mosditurit se si të menaxhosh paran, varësia që kanë ndaj veseve të ndryshme, me rëndësishmja mund të jetë shpenzimi i paras pa e ditur se si po i shpenzon, sidomos vajzat kur janë të fiksuara mbas të bërit shopping, pazar, blerje të gjërave që as nuk u duhen fare, por thjesht i shohin në rrjetet sociale nga influenceret dhe kujtojnë se dhe atyre do ju ri mirë, do ju bëj mirë nëse do e blejnë. Pra, këto blerjet e pa menduara janë një faktor kryesor i shpenzimit të parave kot fare. Dhe një arsye tjetër është të varrurit vetëm nga një pagë. Pra, njerëz të cilët jetojnë nga paga në pagë, nga muaj në muaj, dhe ndodh që i heshin nga puna apo biznesi, kompania falimenton dhe ata gjenden mes katë rrugëve dhe ngelen pa para. Prandaj njerëzit është mirë të kenë të ardhura pasive, të mos kenë vetëm një burim të ardhurash, por të kenë disa burime të ardhurash në mënyrë që të jenë gjithmonë me lek, madje edhe kur flen gjumë t'ju vi leku. Pra, nëse ti ke hapur një biznes të vogël dhe ndërkohë punon në një vend tjetër, nëse ti ke marrë një shtëpi e ke lënë atë me qera dhe ndërkohë je edhe në një punë tjetër, pra ti kështu ke siguruar dy të ardhura mujore, apo nëse ti ke marrë një garazh e ke lënë me qera dhe po ashtu je edhe duke punuar ndërkohë, apo nëse i ke investuar paratë e tua në aksione apo me interes bankar dhe çdo muaj, çdo vit ti fiton, sjell të ardhura në buxhetin tënd ekstra përveç pagës tënde, këto të ndihmojnë që të kesh më shumë lek, të mos ngelesh kur pa lek. Pra, ka shumë arsye, këto ishin ndër më kryesoret pse shumë njerëz ngelen pa lek, ndaj ju këshilloj të mësoni të menaxhoni paran, shumë e rëndësishme.